Tërkaq do të kalojmë në një temë tjetër, pra më konkretisht tek ura e Ibrit, pra ju jeni edhe nga Mitrovica natyrisht dhe ishini nga afër zhvillimet atje. Ka pasur sot në fakt edhe për ditë të tëra paralajmërime nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić që do t'i drejtohet Bashkimit Evropian, por edhe Washingtonit për të mos hapur urën e Ibrit. Pra si ishini këto paralajmërime nga ana e Serbisë? Kjo në fakt edhe ky deklarim, por edhe deklarimet e tjera të Serbisë në raport me Republikën e Kosovës janë një vazhdimsi e një mendësie fashiste për të cilës nuk ka hequr dorë Serbia e nuk ka hequr dorë as Vučići. Në anën tjetër, realiteti në Kosovë flet ndryshe. Tashmë ju e dini që gjendja e sigurisë në Mitrovic, në veriun e vendit në përgjithësi, është krejt ndryshe nga çka qenë më herët. Institucionet e sigurisë janë prezente dhe janë duke kryer detyrën e tyre, ka zbatim të ligjit, janë luftuar bandat kriminale të cilat kanë ekzistuar dhe kanë rrezikuar mirëqenien e qytetarëve. Pak metra tutje urës kryesore në Mitrovic është një urë tjetër në të cilën zhvillohet qarkullimi. Kjo urë përdoret nga të gjithë qytetarët e Mitrovicës dhe vërtet e ka lehtësu komunikimin mes qytetarëve në dy anët e Ibrit. Në anën tjetër, metra tutje, në anën tjetër është edhe ura tjetër e cila ju shërben komësorve, qytetarëve të cilët për çdo ditë lëvizin për të kryer shërbime të ndryshme në të dy anët e lumit. Unë mendoj që kushdo që mund të ketë dilemën më të vogël sa i përket çështjes së urës, është mirë të vizitoj vetë qytetin e Mitrovicës dhe të sheh realitetin me të cilin jetojnë qytetarët atje pa asnjë dallim. Urat nuk janë kundër askujt, ato i shërbejnë të gjithëve, ato janë për të gjithë, prandaj edhe është absurde të ketë një situatë të tillë ku ai urë vazhdon të qëndrojë e mbyllur. Unë e kam mirëpritur sigurisht edhe si deputete, por edhe si qytetare e Mitrovicës qëndrimin e Bashkimit Evropian, se vërtet kushtet janë përmbushur dhe ura duhet të hapet. Ajo do të vazhdonte të lehtësonte jetën e qytetarëve të Mitrovicës, kurse sa i përket qëndrimit të Serbisë, unë mendoj që Serbia në plot fusha, në shumë sfera, po thuaj në të gjitha sferat, nuk ka hequr dorë nga idetë e saj shoviniste në raport me Kosovën, dhe kjo është fatkeqësia. Përballë kësaj, ne si Republikë e Kosovës sigurisht që jemi syqel dhe jemi të vëmendshëm. Ju e dini pak ditë më parë kishte edhe gjurmimet e fundit të cilat po i kryente ekipet tona të specializuara në raport me viktimat e zhdukura me dhunë gjatë luftës në Kosovë.